Kryetari i Bashkisë Rogozhinë Edison Memolla ka kundërshtuar me rekurs në gjykatën e lartë vendimin e gjykatës së posaçme të apelit që është palli fajtor dhe dënoi me 1 vit heqje lirie për korrupsion zgjedhor, të cilën tashmë ka nisur tash lyej. I zgjedhur i vendor aktualisht në Qili është në pritje të zhvillimit të seancës për të cilën ende nuk është caktuar relatori as data e zhvillimit të saj. Memolla i kërkoi gjykatës së lartë prishjen e vendimit të gjykatës apelit posaçëm që e lënë në fuqi dënimin e shkallës së parë të gjykatës së posaçme. SPAK hapi hetimin ndaj kryetarit të Bashkisë së Rogozhinës pas publikimit në media të Njaudur Pergjimi, ku Edison Memolla në atë kohë kandidat për kryetar bashkie në Rogozhinë, teksa dikonte tek një elektriqist për të mos ndërprerë energjinë elektrike një abonenti debitor. Sipas të dhënave, ky ndikim i Memollës kishte si qëllim sigurimin e votave në favor të tij për zgjedhjet e pjesëshme lokale të vitit 2022. Më pas, SPAK zbuloi se me elektriqistin Blerim Xhamani, Memolla bisedoi edhe për punësime në Bashkinë e Rogozhinës në këmbim të votës. Apeli i posaçëm e dënoi nga 1 vit burg edhe Blerim Xhamani dhe ndriçim Taf Qafën, ndërsa Isuf Toskun u dënua me 8 muaj heqje lirie, që u konvertua në 1 vit e 4 muaj shërbim prove. Aktualisht Edison Memolla ndodhet izoluar në burgun e Rogozhinës, ndërsa kjo bashki po drejtohet nga një komanduar.